të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duket se ka reaguar tashmë edhe Gjermania gjithmonë pas asaj që po ndodh në veri, pra mbylljes zyrave të fondeve serbe në veri. Po, ka pasur një reagim zyrtar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë, që është komunikuar përmes ambasadorit gjerman në rreth dhe ambasadës gjermane në Prishtinë, që lidhet pikërisht me ato zyra që ju përmendet, duke kërkuar që Kosova, pra institucionet e Kosovës, të mos ndërmarrin veprime të njëanshme, të mos bëjnë provokime dhe për të tilla vendime të ketë komunikim dhe bashkëndim të qartë me komunitetin lokal, në këtë rast me komunitetin serb, i cili është shumicë. Kjo erdhi pas një operacioni që ndodhi me 12 shtator nga policia e Kosovës dhe komuna Mitrovicës e Veriut të këto zyra, ku u tha se është pezulluar puna këtyre zyrave me qëllim pasi punojëse që gjendeshin aty nuk ishin të certifikuar për të kryer detyra të tilla.